Janë ekskluzive disa pamje që po qarkullojnë aktualisht sa i takon Xhensila Myrtëzaj edhe Ledri Vulës. Ata kanë mohuar këtë zëra. Konkretisht ka qenë Ledri për mikrofonin e Pushime on Top, i cili ka thënë që nuk është e vërtet, por pamjet tregojnë të kundërtën. Po, me sa pashë që në fotografuar në të në drejgjit e Spanjës, që ose jam korrekta, pashë e kemi diskutuar dhe të tjera që në shëmtis pritet çdo gjë. Edhe gjëja që më të bëhen se të marrë të mendje. Nuk duhet të harojmë që ata sa të kanë lançuar një song, nuk duhet atë para. Po është. Dhe nga ana ime si person që merre me vipat edhe nëse që në njëherë më është dashur dhe vetë, të iniciojnë në një gjë të tillë. Mendoj se mund të jetë edhe më shumë thjesht për vëmendje mediatike që të vazhdoj nga edhe ata si çift mediatik i showbizit të vazhdojnë. Pra mendojnë që është një lloj strategjia. Mendoj se është strategji marketingu, se sa nuk e di, po finalisht më duken që po në qoftë se kjo gjë mund të ndodhte, mendojnë që shkojnë si çift? Me thënë drejtën deri diku. Personalisht gjithmonë. Po, mendimi personal, patjetër. Nuk e shoh se janë në preferencat e njëri tjetrit. Okej. Me çfarë kemi parë deri në sot.